nga 209 metra katror sa ishin me parë, këtë vit konkretisht I kemi 699 metra katror. Si herë e kem pru një tavolinë, si është harta e Kosovës. Të gjitha I eksporton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndërton shtëpi, ndërtesa deri në 13 kat. Kënaqësi e jashtëzakonshme. I kemi 27 kompani prodhuese, konkurruese në tregun ndërkombëtar, nga sektori I hidrorit me një përbërje të lehtë të sektorit të metalit, të cilat këto ditë edhe si Kosovë, por edhe si kompani janë të renditura krah shteteve të ndryshme ndërkombëtare dhe krah kompanive ndërkombëtare. Po të njëjtit janë edhe konkurrent tani me këto kompani, kjo për faktin se e kemi një bilanc pozitiv tregtar për këtë sektor. Dhe kjo është fal edhe kapaciteteve dhe aftësive të vetë kompanive, por edhe fal mbështetjes institucionale që në vazhdimsi po I bëhen shumë sektorëve, në veçanti ky sektor mbas këta dy sektor prioritar edhe strategjik themi. Vlen teksohet nëse kthehemi mbrapa në vitin 2022, ku atëherë kemi pasur 10 kompani prezente nga sektori, matjet që I bën të performancës që I bën kjesa me bizneset pjesëmarrëse, reflektonin që deri në 2.5 milion euro brenda një viti ose një viti e gjys, ka shënuar rritjet e eksportit si rezultati drejt për drejt I kontakteve dhe kontratave të derivuara nga ky panel. Dhe kjo ka qenë një sinjal pozitiv për mua si udhëheqës I KS-s, dhe pastaj mbase kjo organizohet çdo 2 vite, në vitin 2024 kemi rritur në 12 kompani, e po ashtu matjet e njëjta kanë reflektuar pozitivitet edhe më të lartë në statistika, derisa viti 2026 kemi një zhvendosje signifikante, rritje signifikante themi nga 12 në 27 kompani, ku nga 209 metra katror sa ishin me parë, këtë vit konkretisht I kemi 699 metra katror, ka pas vizitorë të shumt, por do të jemi kënaqur edhe më shumë pastaj kur presim që derivojnë kontrata nga ky panaer dhe nga këto biznese. Pra, është shumë e rëndësishme që të reflektohet në kontrata e të rritet eksportin e Kosovës edhe më shumë. Si kompani hera 5 I marrin pjesë, rregullisht në Swissbau. Pe 2010-s kemi qenë në tregun zvicran se kemi qenë paskuar shkollë, po me si mi artën në për panajire, veç rritë gradualisht për 100% vit më shumë edhe më shumë, edhe tash kemi ardhur dhe një farë shifre gjatë mirë si mundu më konë të kënaqshëm në produktin tonë se plotësojmë këtu. Kompanitë mas shumë të si kanë marrë pjesën këtë vit. Se atër kur kemë qenë prafërsisht janë 7 kanë qenë pra 10 viteve, tash janë 27. Janë organizuar më mirë, ka shumë kompani si janë dinë rëndësinë si duhet marrë pjesë në këtë baumese. Edhe po përgatiten rregullisht për këto 2 vjet gjithë me qitë produkte të reja, diçka inovacione pak më interesante më sens. Si herë e kem pru një tavolinë, si është harta e Kosovës, është dru I përpunum si është djeg me flak, me berner, edhe është të përpunum në CNC. Kurse komt janë të përpunum nga metali, edhe kem prezentu si pak si diçka unike. Kryesisht bashkëpunëtorët tanë tu bashkëpunojnë shumë ngushtë me Zvicran, Gjerman, Francez, edhe I kanë bashkëpunëtorë, I kanë partnera, dhe kryesisht e dinë si jemi punëtorë dhe kemë produkte të mirë dhe vinë edhe vetë po edhe me ta. Kur lidhë se I kemi bashkëpunëtorët tanë si na vinë klientin dhe këtu edhe mandej në atë mirë me oferta dhe gjana të tjera. Është hera tretë që marrim pjesën në Swissbau, na si mobile dekor në Swissbau. Ne si mobile dekor merrem me prodhimin e kuzhinave, dhomave të gjumit, dhomave të hoteleve, interiereve të ndryshme. Ne përveç që jena prezent në Kosovë, gjithashtu jena me showroome në Rrymlang të Zyrihit, edhe në këtë vit kemi vërejtur interesim të madhe në Swissbau, edhe me prezencën tonë gjithashtu kemi tregu qëndrueshmëri dhe kemi arritë të krijojmë një besueshmëri të klientët tonë. Swissbau për neve është një vlerë e shtuar për kompaninë tonë që të jemi sa më shumë prezent në Zvicër, në Evropë dhe në vendet të tjera. Na marrim pjesë në Swissbau për vitin 2016. Në vitet e para jemi konë shumë vogël me një sipërfaqe 16 metra katror, hapat e parë, po vetë pjesëmarrja e rregullt, po shihet rezultati çdo vit më të fortë. Rritjet kapaciteteve atje,
një pjesë të madhe si pjesëmarrës këtu në Zvicër edhe në panajere tjera. Si vjetë na si Granados jemi ardhur me një prezantim më mirë të kompanisë tonë, mu prezentu si pasi e kemi një emër, më kom prezent këtu edhe mi ftu klientat për përgatitjen e hapjes fabrikës së re që kemi të bëjmë, kapacitet e prodhimit 5 herë më të madhe se kemi momentalisht. Na kemi një eksperiencë me kolegun tim, një eksperiencë kemi jetuar në Zvicër dhe jetojmë prapë, vazhdojmë të jetojmë në Zvicër edhe për treg të Evropës. Po duhet më konë një nivel pak më të lartë, më ju përshtat gjitha kushteve të këtujt edhe më konë shumë më i përpik se sa për një treg tjetër. Empower Partners është një kompani konsulente e cila është krijuar vitin e kaluar në Kosovë. Jemi bashkuar ekspert të cilët kemi punuar për një kohë të gjatë në projekte zhvillimore ekonomike, prej 25 vjetë ndoshta më tepër që kemi qenë të kyçur në projekte të cilat kanë ndihmuar bizneset që të jenë më konkurruese në tregun vendor, mi po gjithashtu në tregun ndërkombëtar. Duke pas parasysh përvojën e gjatë, kemi vazhduar bashkëpunimin me disa biznese të cilat janë prezente sot në Swissbau, janë Liga Steel, një kompani e cila sot e bëri një kontratë me një kompani holandeze për të vazhduar biznesin dhe punën e përbashkët. Roli im ka qenë më tepër si facilitator i prezantimit të Liga Steel te kompania holandeze, si dhe dhënia informatave për kompaninë holandeze për mundësinë e potencialin e biznesit në Kosovës dhe prodhuesit e Kosovës. Përveç Liga Steel, prej 27 bizneseve që janë prezente sot në këtë panajër, kemi mjaft edhe klientë tjerë. Greenhouse është një prej kompanive të cilat bashkëpunojmë shumë gusht, me të cilët mundohemi që të japim atë ndihmën tonë që të arrijnë potencialin maksimal, përkundër asaj që ata janë të jashtëzakonshëm me produktet e tyre. Gjithashtu është Shehu, Albert, Ciaoberto, të gjithë janë këta biznese me të cilat kemi bashkëpunuar një kohë gjatë dhe të cilët vazhdojmë të i përkrahim në fushat në të cilat mundemi si një kompani konsulente. Për Liga Steelin është hera parë, e që po merr pjesë me një panajër të organizuar nga qeveria e Kosovës, pikërisht nga Kiesa. Liga Steel është një kompani e cila mirret me prodhimin e produkteve të parafabrikuara me bazë qelikun e LGS. Gjitha produktet i prodhon në Kosovë, në fabrikën e saj në Lipjan, të gjitha i eksporton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndërton shtëpi ndërtesa deri në 13 kat. Ndërmjetësimi i Empower ka bërë që Borosi Group prej Hollandës dhe Liga Steel të arrijnë marrëveshje për prodhimet e tona që të plasohen në Hollandë dhe në tregun e Belgjikës. Ne do të prodhojmë muret parafabrikuara për ta, të cilat do t'i përdorim për hotele dhe ndërtesa të larta. Unë jam Tauland Rone, jam CEO i Borosi Group. Ne ndërtojmë hotele, prefabrikime dhe gjithashtu prodhojmë në Kosovë dyrë dritare për eksport në Hollandë dhe Belgjikë. Ne e kena arrit një marrëveshje me Empowering në bashkëpunim me Liga Steel për furnizimin e gjitha objekteve që ne do t'i ndërtojmë në vitet në vijim 2026-2027. Kompania jonë merret me prodhimin e dyereve, dritareve, kuzhinave dhe mobileve për shtëpi. Ky është viti i dytë që marrim pjesë në Swissbau dhe ka qenë një pjesëmarrje shumë e mirë për neve dhe suksesme, sepse kemi takuar shumë bashkëdhëtar tonë të cilët veç jetojnë këtu dhe punojnë në fushën e ndërtimtarisë dhe produktet tona jo kanë përshtat atyre që t'i plasojmë në tregun zvicran. Si vjet ka qenë një panajër shumë i mirë dhe kemi qenë në një hapësirë shumë të madhe si tëndësi si Kosovë, dikun me 700 metra katror. Kemi marrë pjesë 27 kompani nga Kosova, kemi prezentuar produktet tona. Fillimi ka qenë vitin 2010 me 3 kompani me një hapësirë të vogël rreth 50 metra katror. Pastaj nga 2016 e deri më sot, domethënë këto 10 vite, kemi qenë organizator, koordinator për grupin e Kosovës të industrisë drurit dhe kemi marrë pjesë në vazhdimsi në panajirin e Swissbau. Kurse sot me të vërtetë është kënaqësi se kemi 27 kompani ekspozuese dhe arritëm të plotësojmë një dëshirë dhe një ambicje tonën që të kemi sa më shumë kompani në këtë panajir,
sepse ky panajir është me të vërtet një ngjarje e madhe, është një vend takim midis blerësve dhe shitësve, dhe kjo ka dëshmu me kompanitë tona, me prezencën e tyre të maparshme, kurorëzimin me kontrata të ndryshme, ku kemi filluar me pas një vlerë eksporti të jashtëzakonshme, pikërisht duke u nis prej këtij ekspozimi që kompanitë më herët e kanë bërë në Swissbau. Andaj ka qenë një rekomandim edhe nga ana jonë që ky panajir duhet mu përcjell edhe nuk guxon me mungu, pavarësisht numrit kompanive, për shkak se si Kosovë tashme kemi një emën edhe një adresë ku shumë kompani të huaja që marrin pjesë këtu e dinë që Kosova do të jetë prezent. Dhe pikërisht këtë vit na jemi në mënyrë kështë ma në numër, do më thonë me numër më të madh kompanive, po ashtu edhe nga sektore tjerë që janë metal, alumin apo edhe plastik. Kështu që është një kombinim shumë i mirë ku na po e përfaqësojmë Kosovën dhe njëkohësisht secila kompani individualisht po prezanton produktet e veta.